Se kujtohet I gjithë viti I largët I 1976 nëpërmjet pamjeve vizuale. Padyshim në kohën kur I madhi Piro Melkani zbriti në këtë vend në Tushemisht për të përjetësuar një herë për gjithmonë Violeta Manushin ose teatrologën e njohur ndryshe me rolin e saj karakteristik tek filmi Zonja nga qyteti. E hedhur në bronz, një fat I saj që nuk e patën gjithë kolegët e saj të cilët kanë luajtur krahas saj apo së bashku me të, padyshim në këtë rol kaq të veçantë dhe të dashur për të gjithë publikun. Ka kaluar gati 40 vite që nga ajo kohë për cilën është tani më në jetë destinacion të jashtëzakonshëm turistik ku të gjithë turistët, sidomos ata që mbasi e njohin ta dëshin filmin e kinematografik, vinë për të kaluar ndoshta disa ditë për të zhvilluar disa fotografi apo video, por gjithashtu edhe ata të cilët janë të huaj që mund ta shohin tani më Tushemishtin si një zonë të zhvilluar normalisht në kontekstin historik të saj dhe turistik. Padyshim shumë njerëz, shumë banorë të cilët gjenden sot këtu, kurse Petsova ka qenë një ndër rolet më fantastike të Violeta Manushit, një mundësi kjo për ta përjetësuar një herë për gjithmonë. Një futur e bërë gjitha në të. Ne shohim në këtë formë është gjitha broncë saj që është kthyer në një formë ikonike ku secili prej atyre që vinë këtu në foto edhe video. Ju kujtohet besoj skena e famshme e vendosjes në ujë për të larë këmbët dhe padyshim Meli që do duhet ishte diku në këtë dritare. Mos gaboj do të ishte këtë dritare këtu përballë. E gjitha një skenë fantastike. Le ta fillojmë ashtu sikurse. Ani kam mos prej live se do bëjmë skenën e Olgës, por që gjë është e sigurt që është aktiv vetëm sa minus mund të jetë. Ja tregoj gjithë Tushemishtin, ha. Destinacioni për. As ju kujtohet kjo zona teksa kalonin aktorët duke mbledhur edhe bagatit e darkës, lopët e çfarë kishin. Pandira idhi me shok, një figura legjendare. Dhe që vijohet më pas nga qendra. Kjo është qendra e Tushemishtit. Sigurisht tani është kthyer në një super atraksion turistik me ndërtesa të reja, shumë katëshe që presin vizitorë pafund, të kthyer në bujtina me qera. Sigurisht është një lloj ndritje fati për ta që të gjithë turistët të zbarkojnë këtu dhe mendoni se cila ka qenë fuqia e një filmi të vetëm miq. Fantastike, gjithë transformimi I fshahit Tushemishtit tani më I organizuar me kaldrëm në këtë forme. Lumshin duart. Edhe zonjat që qëndisin ende sot e kësaj dite, këto ndërtesat sot që shihni në Tushemisht dhe rrugicën e ngushtë pra kaldrëmet që merren e qetësi. Kjo është e gjitha apo në restorante. Shfutemi tani më në kaldrëmet e ngushta të lagjeve. Janë të gjitha shumë fantastike, pra sikur se theksova, janë kthyer në bujtina mikpritëse për vizitorët. Edhe me të drejtë, nuk kanë faj. Shohim këtë nënën. Ashtë këtu. Edhe kanali. Gjitha. Si jeni? Çfarë u ka bërë Teto Olga? Çfarë u ka bërë? Teto Olga, çfarë u ka bërë ta? Po më unë s'jam për këti vendi. Si e për këtejti? Po vendi bukur është. Edhe po në plake nuk mbanë. S'mbanë mëndë. Akoma. Miru pafshim, gjithë mira. Shtë kaldrëmi ngusht, në asman dhe mëndë, se më shuar normalisht. Shtë kaldrëmi ngusht ndiqet me këtë ujnë që rrje dhe vijon prej vitesh e sot e se dite pa ndërprer. Shmoj sa fantastike është e gjitha. E që vijohet më tej për të shkuar deri në përfundim. Do ju përcjell një sken nëse kujtohet me postieri me malon që Olga hedh me ujë dhe pas pak e gjitha çfarë pamje fantastike. Ky është Tushemishti, po Gradeci. Çfarë mrekullie jeni? Çfarë qetësie dhe çfarë peizazhi që ofron.
Urat e vogla. Ashtu sot edhe në lokale, restorante, padyshim gjithë banorët që janë këtu i kanë kthyer në investim për turistët dhe do vazhdojë gjitha kjo deri poshtë, por po ju ofroj edhe një tjetër kënd programimi në këtë moment para se të shkojmë atje. Sigurisht e rrethore gjitha me bujtina, gjitha e veçantë, bukur e rrallë. Qetësi. A të tregoj edhe një fakt që mos ta harrojmë. Këtu vinde dhe pushonte edhe i madhi, ë? I madhi të mëdhenjve, shoku Enver. Për shkak edhe të qetësisë, të natyrës, së klimës e gjithçka që ofroi këtu. Edhe varta. Të varga mund të shëtisësh sa do pak. Po është bërgjirante. Menuja që mund të përzidhet, sigurisht, do të mbizotroj lakrori në saç, koran zgare, belushkë zgare, troftë zgare, tav korani, tav belushkë, ngjall zgare, biftekë bërxollë pajllaqe. E belushka e merre vesh se çfarë është belushka. Ju që e dini, na komentoni poshtë, nuk e di çfarë lloj peshku duhet jetë. Belushkë. Ju ka marrë madhe për këtë. Dhe çfarë qetësie gjithashtu uji është fantastik. Me myshk, por se qoftë si pasta, nga gjithë dimensioneve. Në thyrë në restorante dhe kjo zonë, ndoshta edhe në të drejtë. Zajdi? Hajde Zajdi. Bye bye. Ta mbajnë gjallë të gjithë kulturën, traditën e kësaj zone. Për te batutave, sigurisht forma tradicionale me saze dhe vend të dëgjohet sa herë është e mundur, sepse është lloj tradite e rrallë, që me kohën jam i bindur që do të humbas e do të largohet. Tani më lejoni t'ju kujtoj këtë pjesën këtu. Ajo kujtohet Olga dhe postieri Maloja. Olga ç'më bëre? Malo! Në lumë Olga. Vërtet pikërisht për këtë. Një dhe skenat më të bukura të luajtur të filmit këtu, momenti kur shkëmbehet postieri me Violeta, me të Olgën, dhe që Violeta hedh me një herë në ujë. Vion të jetë e njëjtë, mendoni filmi është zhvilluar në 76, po. Vion të jetë e njëjtë. Pa shumë ndërhyrje, gjitha rrallë, shumë e bukur. Dhe t'ju arrisi edhe njërë në fokus në mëndë gjithë të. Qetësia e banorëve të shtëpisë tu është e jashtëzakonshme. Përveç është pishin një ndërtim i ri këtu, që normalisht aty është krijuar një lloj pishine dhe kryohet çurma. Këtu bën ca punime aktualisht prandaj ka zhurmë, kjo është vendi fiks ku rrëzohet Maloja. Mrekulli, ë? Oh, wow!
Okej, e bëjmë një xhiro me varg. Në Drilon është e bashkëmangshme xhira me varg, me që duan edhe grupi. Kështu që bëjmë një shëtitje, është një ndër pikat, do thoja unë, më të preferueshme për që një qetë për kaluar disa momente relakse në natyrë me super park gjigant. Ju që e keni vizituar e dini, por ju që ende nuk e keni vizituar, ju sugjeroj. Po jo se nuk vije. Edhe i xhira me varg, është mirë, jemi shumë, mos u shqetësoni, jemi shumë njerëz. Andaj ka shumë zhurmë. Ka bukur do Zajde, shumë bukur. Është shumë bukur Zajde. Wow. Shumë bukur. Wow, Zajde ku je? Lulu. Bye bye. Tuk. Te kamera këtu. Bye bye nga Zajde. Wow. Hajde, provojmë edhe këtë punë se s'e kam provuar ndonjëherë. Sa është xhiro këtu vëlla? 10.000 lekë. 10.000 lekë. Iku dhe 10.000 lekë për sot. Ndash tani më son. Ti poshtë në vetë, ndë. Po, s'tam, nga bëndet. Ndë. Kam s'ka këtë unë këtë kështu me indorë, ha? Po, të klovën e majtë e vitit gjatë. Prit është. Ah. U pasam lindër për këtë punë, miqe. Ush, vjen 1.000 lekë dua bëj xhiro, nuk. Super relaxe. Çfarë super relaxe, miq. Opa, po tani si do bëjmë këtu? Hajde se më mirë do bëhet. Po kalojmë një urë tani me gjithë vështirësitë veta që ka kjo ura. Besoj do ta arrim të kalojmë me shumë sukses. Pak nga para patëm si më të vështirë. Bravo! Që nga mjeshtër. Që nga pilot përfundimisht. Bravo, my friend. Berg. Për se kemë disa lepër. Parti e në verë jemi gati kur dhe erë pas këtë ditë pra, pas këtë ditë mirë dhe se ishe atë po gradesin a mendje.